Së fundmi në media kanë dalë përgjime të forta të Erion Veliajt, i cili ndodhet në burgun e Durrësit. Ju si mendoni, kush e tradhtoi Erion Veliajin në këtë rast? Vetë Edi Rama e ka tradhtuar me atë ndrykullën që ka zëvendës kryeministre. Dhe po se nuk është më i mirë ai ministri i drejtësisë, ai Mjekër Ciapi. Ai ishte autori dhe organizatori i dosjes 184 në Peshkopi, zotëri. Është ai që tha tërmet, tha. Sepse këta s'kan lënë pislëk pa bërë për të marrë pushtetin. Edhe nuk po lënë gjë pa bërë për të ruajtur pushtetin. Të din një gjë, dhe ai i ministri i drejtësisë, dhe Edi Rama dhe të tërë këta përbindësha që po drejtojnë sot shteti shqiptar, fatkeqësisht, do vend të vendi. Këta do vend në burg, pik. Në përgjimet që kanë dalë në media, sa i përket Erion Veliajt, ky i fundit këshillon gruan e tij Ajola Xozën që mos shkojë tek ambasada amerikane, sepse tashmë ka ndryshuar dhe administrata dhe ka ardhur Donald Trump në pushtet. Çfarë do të thotë kjo deklaratë e Veliajt, pra ky përgjim në këtë rast? A tregon frikën që ka mazhoranca e sotme kundrejt Donald Trumpit dhe a është ky i fundit duke përgatitur listën e goditjeve të figurave politike në Shqipëri me të cilat mund të merret spaku një nga një? Absolutisht po. Absolutisht po. Pse nuk do ai të vete ambasada amerikane? Sepse ai e di që amerikanët janë dorën të tëra lakrat në shesh, ai e di që në Amerika e ka gënjur, ai e di që ka mashtruar shqiptarët gjashtë sikur ka bërë studime në Amerikë, ai do të thënë është një gjarë i plagosur në kokë, edhe përpëlit e tani dhe zdi ku të kërkoj streh dhe mbështetje. Ai e di që ka mbaruar punë e tij, është ezauruar. Ai do mbetet atje të paktën 20 vjet. Dhe është shpreh atë mlefi dhe urrëtitjen që ka për kolegët e tij, sepse atë atje e çuan kolegët e tij, e çoi kjo Ballukja, e çoi Edi Rama, e çoi Shtemun Xhafa, këta e çuan, se këta ja din pistollëqet dhe horllëqet çka bërë, si ja di unë. Pra, ai e di mirë që në Amerikë nuk ka mbështetje. Ai e di mirë dhe ka deklaruar hapur fare, dhe kjo është gjë e shkëlqyer për neve, që ka thënë, me që u ndryshua me qeni presidenti Trump mos shkojmë në ambasadën amerikane, që do të thotë deri dje janë vërtetuar 4 akuzat tona për atë lulushin a luna që kishte ai Donaldi, ose për zonjën Kimete, për të gjithë sorosianët që kishin uzurpuar ambasadën amerikane në Tiranë. Por ka humbur dhe një tjetër, sepse ambasada amerikane ishte e mbushur komplet me sigurimsa dhe me spion të sigurimit që punonin në administratën e ambasadës amerikane në Tiranë, të cilët janë qëruar. I kanë qëruar, kanë ikur ande, kanë humbur mbështetjen e plot këta nga Amerika, e din mirë. Prandaj janë jashtëzakonisht terrorizuar, të trembur dhe të shqetësuar. Se e din çipret, po e them qet fare. Si e gjykoni revoltën e Erion Veliajt kundrejt ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, që sipas Veliajt e ka vendosur në një burg me njerëz që janë dënuar me nga 100 vjet dhe që i rrezikojnë jetën, dhe nga ana tjetër e cilëson atë si një katundar qelbësir dhe se do ta mbys me thonjë. Çfarë do të thotë kjo për këta dy element të Partisë Socialiste? A tregon kjo luftën e hapur brenda PS-s? Ata janë në një luftë të egër, janë jashtëzakonisht të egër kundër njëri tjetrit, që të gjithë, po ai nuk mund të ngrihet dhe të shprehet, të shpreh inatin që ka, se inatin nuk e ka me Ulsi Manjën, jo. Mos të gënjejmë veten e mos na hedh neve ato. Ai inatin e ka me Edi Ramën, sepse Edi Rama, ai e di që Edi Rama që në momentin që skarkoi nga funksionet që kishte në parti, ja kishte përgatitur gropën ati Erion Velis. Sepse në fundit Erion Velia një njeri mediokër, s'ka shkollë të lartë, as ma abrit, një rrugaç që jo bindu urdhrave të padrinos të
mirë them të padrinos të Babakalos, Edi Ramës, edhe tani kërkojnë që ta godasi Edi Ramën nga këmbë, domethënë duke i goditur bashkëpunëtorët e tij. Nuk i thot të vërtetë atë se ka frikë, se ai e di se ç'gjën. Për sa i përket ankesës që ka bërë për ministrin e drejtësisë, sepse ka futur me ata burgaxhit atje që janë me nga 100 vjetë ku diun, se gjënjët, mos ketë frikë ai Erion Velia, se atyre u ka shërbyer, ata e duan. Ata e thot për konsum propagandistik ai, se në fakt është në mes njerëzve të tij që kanë dashur dhe e duan dhe e mbrojnë sepse u ka shërbyer. Ai është pjesë e atyre banditëve që janë atje. Është pjesë e tyre. Por nga ana tjetër banditët edhe e vrasin njëri tjetrin për interesa madhore. Dhe nëse ndonjë nga ata banditët mund të marrë urdhër që ta qërojë Erion Velin, patjetër qëron, s'bëhet fjalë fare, se ka ecë vështirë. Zoti Islami, nëse do të bënit një listë të SPAK-ut për goditjen ndaj figurave politike përpara zgjedhjeve, cila do të ishte ajo? Listë për kë? Për prokurorët apo listë për figurat politike? Për figurat politike. Për figurat politike duhet të filloj nga Olta Xhaçka, nga Belinda Balluku, nga Spiro Palja, te kryeministri, edhe të tërë me radhë pastaj, të gjithë me radhë, pa përjashtim, do arrestohen, duhet dhe do arrestohen të gjithë. Zoti Islami, të ndalemi pak te figura e Sali Berishës, se si erdhi në politikë që prej viteve 90 dhe kush e solli atë në të vërtet në krye të Partisë Demokratike? Për këtë do bëni mirë të shikoni në YouTube intervistën që ka dhënë profesor Pëllum Pilinçi në vitin 91, kur ka ardhur në Shqipëri, se është e qartë fare kush e ka sjellë, si e ka sjellë dhe pse e ka sjellë. E keni atje gjithçka. Ja se merri dhe Fatmir Xhafa tani shoqëron me një tjetër se kanë zyrat aty, ja. Sa e zdum në gojë, ja të kërës. Sali Berisha është emëruar, është zgjedhur në 5 veta, në 5 kandidat për të marrë Partinë Demokratike, domethënë opozitës, u emërua Sali Berisha. Mirë, po Sali Berisha i punoi jo për ata që emëruan ose që e urdhëruan, por punoi për ata që kishin rekrutuar. Po them fjalën për ata që kanë rekrutuar. Dhe Sali Berisha i ka shërbyer interesave serbe, greke dhe kundër interesave shqiptare, kundër interesave të popullit të kombit shqiptar. Sali Berisha ka përgjegjësi të jashtëzakonshme, morale dhe qytetare përballë të përndjekurve politik me të cilët është tallur që kur mori pushtetin deri më sot. Për të mos thënë pastaj përgjegjësitë e tjera për shkeljet që ka bërë, për krimet që ka bërë duke qenë kryeministër, për vrasjet që ka bërë, sepse në 21 janar zotëri u vran njerëz me duar në xhepe, si Velveizi, s'kishte vrarë njerëz si Velveizi, as kishte bërë ndonjë krim. Pra mori urdhër për të pushkatuar, edhe e pushkatuan. Spionët e tij.